Binomi I fuqisë së parë me një të panjohur është I formës ax plus b, ku a-ja është e ndryshme nga 0. Po ta barazojmë me 0, binomin në del një ekuacion I gradës së parë. Tek binomet më poshtë përcaktohu a-n dhe b-n. 5x minus 7, a-ja 5, b-ja minus 7, 3x minus 11, a-ja 3, b-ja minus 11, 1/2 minus r1/2 mbi 2x, a-ja 1/2 b-ja minus r1/2. Pra, a baraz me 5, b baraz me minus 7 me gjithë shenjën, a baraz me 3, b baraz me minus 11, a-ja baraz me 1/2, b-ja minus r1/2 mbi 2. Me qenë se ax plus b është shprehje, varet nga x-i për vlera të ndryshme të x-it, kjo mund të marrë vlera me shenja të ndryshme, prandaj ne do gjejmë një mënyrë për të studiuar shenjën e binomit. Kemi binomin 2x minus 4. Gjeni vlerat e binomit për x baraz me 0, për x baraz me 2, për x baraz me 3. Ne këtë shprehje kemi funksion të x-it, prandaj dhe mund ta shkruajmë ndryshe dhe fx. Atëre f e 0-s është 2 herë 0 minus 4 baraz me minus 4. F e 2-shit 2 herë 2 minus 4 baraz me 0. Pra kjo është rënjë. Rënja e binomit është vlera e x-it për të cilën ai bëhet 0. F e 3-shit 2 herë 3 minus 4 baraz me 2. Për vlerat të ndryshme të x-it, merr vlera me shenja negative, 0, pozitive. Ne nuk na intereson që të japim vlera një nga një, po do gjejmë një mënyrë të përgjithshme. E shkruajmë ax plus b me a që shumëzon x plus b mbi a. Marrim rastin e parë, kur x-i është më I madh se minus b për mbi a, që b për mbi a është rënja, x-i më I madh se minus b për mbi a, do me thënë x plus b mbi a-ja është pozitive, po që se a-ja është pozitive, ngelet pozitive, po që a-ja negative, mbetet negative. Pra, për x e më të mëdhenj se minus b mbi a, ka gjithmonë shenjën e as. Në qoftë se x plus b mbi a-ja negative, do me thënë x-i më I madh se minus b për mbi a, që është rënja. Në qoftë se kjo është negative, ne kemi a që shumëzon x plus b mbi a. Kjo është negative. Në qoftë se a-ja është negative, prodhimi del pozitiv. Në qoftë se a-ja është pozitive, del negativ. Atëre për x e më të vegjël se minus b mbi a-ja, ka shenjën e kundërt të as. Ka shenjën e kundërt të as. Për x e më të mëdhenj se minus b mbi a-ja, ka shenjën e as. Për x minus b mbi a bëhet 0. Këtë tabel ne duhet ta dimë të gjithë përmendësh, binomi I gradës 2, gjejmë rënjën, djathtas ka shenjën e as, majtas ka shenjën e kundërt të as. Bëjmë disa shembuj. 2x minus 6, gjejmë rënjën 2x minus 6 baraz me 0, x-i baraz me 3. Bëjmë tabelën. X-i 2x minus 6, rënja ishte 3. Tu bëhet 0. A-ja është pozitive. Djathtas pozitive, majtas negative. 4 minus 2x-i e barazoj me 0, minus 2x-i baraz me minus 4, x-i baraz me 2. Bëjmë përsëri tabelën. X-i 4 minus 2x-i. Tu rënja ishte 2, bëhet 0. Vëm minus infinitin, plus infinitin, po dhe në qoftë se nuk I vëm, ne I kemi parasysh. A-ja këtu është negative, a-ja është minus 2.
djatha s'ka shenjë as, majta s'ka shenjën e kundërta as. Do me thënë, ky binom nga minus infiniti në 2 është pozitiv dhe nga 2 në plus infinit merr vlera negative. 6 plus 12 baraz me 0, 6x i baraz me minus 12, x i baraz me minus 2. Këtu aja është pozitive, x-i 6x plus 12, rënja ishte minus 2. Nga minus infiniti në plus infinit, aja pozitive, djathas majtas negative. Minus 3x-i baraz me minus 15, pra kur e barazoj me 0, x-i baraz me 5 është rënja. Atere tabela x-i minus 3x plus 15, rënja ishte 5, minus infinit plus infinit, 0, këte ka shenjën e as, je kemi minus, këte i shenjë kundërta as, plus, nga minus infiniti në 5 merr vlera pozitive, nga 5 në plus infinit merr vlera negative. Këto shfrytëzohen shumë për të gjetur vlerat e lejueshme të shprehjeve ose ndryshe do t'i përdorim të bashkësia e përcaktimit të funksionit. Që të ketë kuptim kjo shprehje, duhet x minus 2-shi mi madh bara se 0, x-i mi madh bara se 2. Ky binom bëhet pozitiv për x-e më të mëdhenj bara se 2. Marim tjetrin, 2 minus 2x-i përsëri mi madh bara se 0. Minus 2x-i mi madh bara se minus 2, x-i mi vogël bara se 1. Këtu shprehjen e kemi në emrus, prandaj duhet x minus 3-shi, rigorozisht mi madh se 0, x-i mi madh se 3. To i kishim në ekuacionet të gradës së parë dhe i gjenim shumë thjesht, ndërsa këtu do shkruajmë x minus 1 për mbi 3 minus x me madhe bara se 0. Ky është në formë thyese. Gjejmë shenjën e secilit binom. Barazojmë njëherë me 0. X minus 1 baraz me 0, x i baraz me 1. Dhe 3 minus x baraz me 0, x i baraz me 3. Bëjmë tabelën. Do vendosim x-in, x minus 1-shin, 3 minus x-in, dhe mund të shkruajmë shkurt hersi ose x minus 1 për mbi 3 minus x. Kemi gjetur rënjët 1 dhe 3. I vendosim sipas radhës 1-shi, 3-shi. Minus infinit plus infinit. Binomi x minus 1 bëhet 0 për x baraz me 1. Aja pozitive, djathas ka shenjë as, majtas të kundërtën. 3 minus x-i ka rënjë 3-shin. Anë kemi negative. Minus, shenja para x-it është aja minus 1. Plus, shenja kundërta as plus. Tu bëhet 0, kur bëhet numërusi 0, dhe kur bëhet emrusi 0, s'ka kuptim dhe në 2 vija paralele. Shumëzojmë minus, plus, minus, për plus, minus, plus për plus, plus. Si e duam ne? Më të madhe bara se 0. Atëre bashkësia e vlerave të lejueshme është nga 1-shi në 3, 1-shi përfshihet, 3-shi nuk përfshihet. Edhe kjo shprehje është me madhe bara se 0, x minus 2, x plus 1, që të ketë kuptim, duhet me madhe bara se 0. Marim se i cilin binom dhe gjejmë rënjën, x i baraz me 2, x plus 1 shi baraz me 0,
x i baras me minus 1. Bëjmë tabelën. X-i, x minus 2-shi, x plus 1-shi, x minus 2 her x plus 1. Rrenjët janë minus 1 dhe 2. Minus infinit plus infinit. X minus 2-shi ka rrenjë 2-shin aja pozitive, djathtas majtas negative. X plus 1-shi ka rrenjë minus 1-shin. Aja është pozitive, djathtas majtas negative. Tu kemi 0, njeri faktor 0, i gjithë prodhimi del 0. Minus për minus, plus. Minus, plus. Ne duam më të madhe bara se 0, edhe 0 këtu. Bashësia e vlerave të lejushme, minus infinit, minus 1, minus 1-shi përfshihet, bashkuar nga 2-shi në plus infinit edhe 2-shi përfshihet.